Giorgia Meloni, ministrja e parë e Italisë, sapo firmosi. Pas orës 12 të natës nuk mund të lëvizësh dot. Dhe Greqia po përgatitet për të ndihmuar për luftë. Njëkohësisht Gjermania është ngritur në këmbë. Pra gjithë Evropa, edhe Franca, ndërkohë gjithë Evropa po përgatitet për luftë. Për çfarë lufte? Tani bëra ajo video që kishim folur para disa ditësh, doja të shtoja diçka sepse shumë ndoshta nuk e kanë kuptuar se lexova disa komente, por doja t'ju thosha diçka tepër të rëndësishme. Përpara se të bëja videon e mëparshme që ju informova, kisha folur diku tjetër për një problem që po ndodh kohët e fundit. Që disa kompani të mëdha po vjedhin pa fund. Bile disa të tjera janë ato që drejtojnë botën, po mbledhin flori pa fund. Një nga këto kompani, që nëse do shihni videon, që s'ka rëndësi të bëjmë emra, një nga këto kompani brenda një dite bleu 250 miliard dollar flori. Dhe atë që nuk kanë kuptuar shumë njerëz, floriri mblidhet përpara se të fillojë një luftë, ta themi haptazi. Përpara se të fillojë lufta, ose një lëvizje e madhe, ose një problem financiar bankar madhështor, fillon pra që të mbledhin floririn. Pse floririn? Sepse duhet të dini që floriri është ai që e mban valutën e tij. Pra ai vazhdon që të kushtoj, ndoshta edhe më shumë, por vazhdon të kushtoj aq sa e ke bler. Pra në kundrejt një paraje, sepse paraja për shembull nuk ka asnjë vlerë nëse ndodh një luftë. Për shembull, si ta themi, sepse siç i thash, lexova disa komente dhe do të dëshiroja që të isha pak më i detajuar. Në qoftë se ndodh diçka, ndodh një luftë. Ju me parat shqiptare, për shembull, me parat shqiptare edhe sikur të jemi në Itali apo kudo qoftë, a blini gjë? Nuk blihet gjë. Fare, nuk e çan kokën njeri që të blej gjë me ato para, se nuk vlej fare. E njëjta gjë ndodh edhe me eurot. Pra, në qoftë se ka një luftë, njeriu do të haj, do diçka që të ketë ose diçka për t'u mbrojtur, një armë, ku ta di unë. Pra, në qoftë se ai nuk ka diçka që ta shkëmbej, nuk mundet. Dhe në këtë rast, paraja s'ka vlerë, sepse askush nuk e di në qoftë se ato para do të vlejnë nesër. Mund të ndryshoj, mund mos të ekzistojnë më ato para. Ndërkohë, në atë moment që ndodh fatkeqësia, nuk ka vlerë ajo para. E vetmja gjë që ka vlerë, pra, është floriri. Sepse floriri nuk e ndryshon vlerën e tij. Mbetet e njëjtë vlera, bile ndoshta edhe më shumë. Çdo të thotë kjo. Për shembull, në qoftë se e vini re floriri që nga kohrat e lashta gjithmonë e rrit vlerën e tij. Sa herë që rrit vlerën floriri, aq herë bëhen ndryshime në planet. Dhe në qoftë se sot mbledhin një shumë të konsiderueshme floriri, do të thotë që diçka do të ndodh. Sepse pse do ta mbledhin? Ata janë miliarder, ata i kanë. Por ata ju duheshin ato para për të bërë lëvizje, dhe tani që nuk ju duhen për të bërë lëvizje ato para, pra parat që kishin më përpara dhe që vinin ose që i kanë ende, i vënë në lëvizje, por një pjesë të tyre blejnë flori, sepse në qoftë se ndodh një luftë, floriri ndonse ka të njëjtën vlerë edhe pas lufte, por mund të shtoj vlerën e tij. Kështu që janë gjithmonë fitimtar ata që dinë. Tani, kush e bën këtë gjë? E thjesht. E kemi thënë në disa herë që floriri nuk i përket njeriut. Floriri mendohet që mblidhet në sasi të mëdha dhe çohet diku që askush nuk e di. Ka fakte për këtë, nuk flitet më kot, bile ato rezervat që ka, sepse duhet të dini që sepse për shembull, ose të mbaroj me atë,
ose rezervat që kanë gjithë shtetet janë shumë pak në krahasim me atë çfarë prodhohet. Pra, me atë çfarë nxirret si mineral floriri. Dhe do t'ju them, për shembull, të mbani mend që floriri që nga kohërat antike, që ku nuk mbahet mend, floriri vazhdon dhe nxirret. Pra, vazhdojnë ka miniera që nxirret floriri, bile më përpara nxirrej me dorë, me punëtor. Kurse sot është ndryshe, sot nxirret me makineri, sepse përbërje floriri, grimca të floririt gjenden kudo, nëpër minerale për shembull deri në te kromi, por edhe minerale të tjera nxjerrin që kanë përbërje floriri. Bile edhe në disa vende që ka gur, kam dëgjuar, ose që ka rër. Po, ka disa vende që ka rër dhe rëra ka grimca floriri. Dhe nga përpunimi që i bëjnë rërës, nxjerrin atë përqindje nga ajo rër që është flori. Bile do t'ju them, në zonat e Kazakistanit, në pjesën perëndimore të Kazakistanit, ka disa shtresa, sepse të dini që në Kazakistan ka shumë grimca floriri. Dhe janë të shpërndara kryesisht në një zonë aty ku është afër detit, që është plot me rër. Dhe rëra është e çuditshme, sepse nuk është si tip kristali. Dhe në brendësi të kësaj rëre ka flori. Amerikanët, evropianët dhe rusët janë aty prej kohësh dhe e marrin atë rër, e përpunojnë dhe nxjerrin flori. Dhe doja t'ju thoshja me këtë që floriri nxirret që nga kohrat e lashta dhe vazhdon akoma sot. Dhe sot, me teknologjinë që ne kemi, ajo shumë floriri që del, ku shkon? Sepse është shumë. Është te jetë shumë. Pra, pyetja është, ku shkon gjithë ky flori? Ku? Megjithatë, ata që, sepse ka nga ata që punojnë, ka nga ata që nuk punojnë, por marrin floririn. Nuk e ti më kuptoni apo jo. Kështu që tani kush janë më të fortët? Ata që punojnë apo ata që marrin floririn? Ata që marrin floririn janë kryesisht ata që drejtojnë. Dhe në qoftë se këta marrin e mbledhin floririn, se mbledhin me shuma të mëdha, ku e çojnë? Kështu që ky është fakt, nuk është se flitet për qartë për këtë. Bile ka disa, tani mund të futemi në konspiracion, ka disa fjalë që thuen që lingotet, ka disa vende, për shembull, në disa shtete, ku lingotet shtetërore janë bosh brenda. Jo janë bosh, por janë prej metali të lara me arë. Pra brenda nuk kanë flori. Sepse floririn e vërtet, gjoja e mbledhin për shtetin, por shkon diku tjetër. Dikush pretendon që shkon jashtë orbite, dikush pretendon që shkon në një vend të caktuar, askush nuk e di. Askush nuk e di. Janë të gjitha thashë theme, por askush nuk e di. Tani, nëse i referohemi teksteve antike, që prej kohërave të lashta, thuhet që floriri nuk i përket njeriut, por i përket zotave. Tani, nëse do kthehemi dhe njerë tek ato fjalët konspiracioniste, mjaft që të përmendim Zakaria Sitchin, që thoshte që ka shkruar që njeriu që njohim sot, pra Homo sapiens, ne nuk do ta gjejmë kurrë hallkën që mungon, sepse ne ishim majmun dhe një specie e zhvilluar na modifikoi që të dilte njeriu sot, sepse u nevojitej që të kishin punëtor për të nxjerrë flori, për të nxjerrë arë. Dhe në qoftë se kjo është e vërtet, pra dhe të gjitha ato që tha më përpara, atëherë i bie që floriri nuk është i njeriut. Ne sot e përdorim njeriun më përpara, floriri nuk përdorej nga njerëzit e thjesht, ishte e ndaluar. Po, vetëm sot, me fjalë, nuk ka 300 vjet, 400 vjet që përdoret, ose ndoshta edhe 500 vjet që përdoret nga njeriu. Pra nga të gjithë njerëzit, por fillimisht floriri përdorej nga mbretërit ose nga
njerëz me influencë. Me kalimin e kohës, pastaj filloi që ta përdornin edhe gratë të niveleve të larta të oborrit mbretëror dhe pastaj këta duka që quhen, ose njerëz të tjerë, pastaj me ngadalë deri pas viteve 500 filloi që edhe njerëzit që të blinin kush kishte pak të ardhur, filloi që të vinte flori. Dhe e dini pse vihet floriri? Në qaf apo në përduar? Për ata që nuk e din, që ne edhe pse kemi thënë ta përsërisim, floriri tregohet që ka të njëjtën frekuencë me ADN-n e njeriut. Dhe nëse e mban në qaf apo në dorë, ai rregullon frekuencën e ADN-s. Dhe do të thotë që je më i shëndetshëm, sepse kontrollon nivelet e trupore, të gjitha të rruazave të gjakut, të frekuencës së trupit, të shumë gjërave. Bile thuhet edhe të ritmeve kardiake. Kështu që nëse se tani flitet për flori, që po mblidhet floriri, unë jam i bindur që diçka e madhe po vlon aty poshtë. Pra, tej luftës, tej problemeve të mëdha që ka bota në këtë periudhë, them që po vlon dhe diçka e madhe po ndodh. Tani se çfarë po ndodh, askush nuk e di. Nuk kam asnjë farë ide për këtë. Di që nëse ka lëvizje të mëdha, është logjike kjo në radhë të parë, pastaj edhe janë faktet që kanë folur edhe në të kaluarën, si për shembull, siç e kemi thënë në vitet 70-71 ndodhi e njëjta gjë, në vitin 90-92 e njëjta gjë dhe në vitin 2008 e njëjta gjë. Pra, kur ka lëvizje të mëdha financiare, ekonomike, ndodh që blejnë flori edhe diçka ndodh. Dhe fillon pastaj problemet financiare, problemet shoqërore etj. Kështu që duke qenë që shumë shoqëri tani kohët e fundit po mbledhin pafund flori, shpresoj që, sepse herët e kaluara ka qenë edhe më pak, kurse kësaj radhe po mbledhin shumë dhe shoqëri të tjera. Dhe kjo më preokupon. Megjithatë, doja t'ju informoja, sepse së bashku, ndoshta duke diskutuar diçka zbuloj. Ju përqafoj, kalofshi një ditë bukur.